Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Ata adhurojmë, ata madhrojmë dhe të gjitha veprat tona të mira vetëm Allahu Jalla wala ja kushtojmë. Po vazhdoj me lejen Allahut Azza wa Jall me këtë ders të sonetëm, duke lutur Allahun Azza wa Jall të na jap sukses, të na ruan, të na mbron nga të këqijat e ndryshme dhe që këtë vend të bën vend burimit të harit, të përfitimit, të lidhjes me Allahun Azza wa Jall dhe të lidhjes ndërmjet vetë. Alus Allahun e madh që me të vërtetë mos na ndon nga hari kurr, të na bën argat të harit dhe lidhës të njerëzve të tjerë me harin. Sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, për njerëzve ka të atill që vazhdimisht hapin rrugë për hajër dhe mbyllin rrugë të sherrit. E Zoti na bëf prej tyre. Nga se në anën tjetër ka të tjerë të cilat vazhdimisht ka të shkojnë, mbyllin dyrë të hajrit, edhe çelin dyrë të sherrit. Sa përket ligjëratës së sotme, nuk ka lidhshmëri shumë me atje ku kemi ndërprej. Për arsye se vazhdimësia e bën vetën. Mirë, po nuk do të shkojmë larg, do të sillemi tamam rreth asaj ku jemi sillur vazhdimisht. Tek përmirësimi, tek rregullimi, tek furnizimi i zemrës tonë me kuptime të drejta, të pastra të fesë Allahut Azza wa Jall, mohë sikur që ka insistuar në këtë Muhamedi alayhi salatu wasalam, që përmes përmirësimit të kuptimeve, të koncepteve, të përmirëson edhe jetën e ashabëve në përgjithësi. Andaj vazhdojmë me përmirësimin e kuptimeve. Kjo është ajo që na duhet. Vazhdojmë me ngulitjen e kuptimeve të drejta në zemrën tonë për të rrënjosur ato që kanë qenë gabimisht të mbjellura. E që pastaj pas kësaj mbjellje të reflektohen në zemrat tona, në gjuhët tona, në veprat tona, veprat dhe sjelljet çfarë i takojnë një besimtari. Allahu Jalla Jalaluhu prej kur e ka kriju këtë dunja, prej kur e ka kriju këtë botë, e ka krijuar duke e përcjellur me ligje të pandryshueshme. Dhe këto ligje kanë qenë hisja e çdo populli, çdo pejgamberi. E pastaj varësisht kush si është pozicionuar përballë këtyre ligjeve, ka qenë pastaj kjo për të vendosur për shpëtimin apo për shkatërimin dhe dënimin e tij. Ligjet e Allahu Xhalla Xhelaluhu janë të ndryshme. Njëri për këtyre ligjeve është se Allahu Azza wa Jall e ka krijuar këtë botë që çdo njeri në rrafshin individual, çdo familje në rrafshin familjar, çdo shoqëri, çdo popull, çdo komb, çdo ummet të sprovohet. Dhe këto sprova janë të lloj-llojshme. Disa prej tyre synojnë ngritjen e besimtarit, e disa prej tyre synojnë pastrimin e tij, e disa prej tyre synojnë shkatërimin e atij që godasin e kështu me radhë. Andaj sprova dhe fitnet që Zoti Xhallahu Ala i sprovon muslimanët me to janë të lloj-llojshme. Po në veçanti, do të thotë në kohrat tona, sprovat kanë një ngjyrë më të veçantë, më të posaçme, kur bie fjala për rrizimin islam dhe kthimin e njerëzve tek Allahu Azza wa Jall. Andaj ne sa i gëzohemi këtij rrizimi, këtij kthimi, kësaj salle të mbushur, i gëzohemi vazhdimisht, dhe ky gëzim joni shkon elhamdulillah duke u shtu. Mirë, po ajo që e kufizon këtë gëzim dhe e bën që gjithmonë të jetë me një rezervë është kuptimi i kësaj fitneje. Të sprovave të ndryshme që fatkeqësisht pas këtij gëzimi, mos kuptimi i këtyre fitneve ka pasur me pikëllime, me dëshpërime, me mërzi e kështu me radhë. Andaj që të vazhdojmë drejt dhe që mos kuptimi i fitneve, i sprovave, i telasheve, mos të jetë pengesë në ecjen e Allahut Azza wa Jall, kanë vendosur që të flas për kuptimet që na duhen në vazhdimin e kësaj rruge, edhe në qoftë na dalin fitne që i kanë dalë pejgamberëve përpara. Nga se ne me mëshirën e Allahut Azza wa Jall nuk kemi sprovuar as përse afrim me ato që kanë ditë tjerët më herët sprovohen, e që nuk do të thosë se nuk do sprovohemi. Dikush e ka shiju pak në rrafshin individual, por mendoj si musliman kolektivisht spaku ne të këtij shekulli kemi pas na fak deri tash. Kur ndëgjojmë për islamin e gjyshërve tanë,
e stërgjyrshërve deri duke të rikë diagonal deri tek sahabët, asnjë gjenerat nuk ka pështu ma amël se na. Deri tash, alhamdulillah. Gjithas prova që sot muslimanë janë sprovu, shumica e tyre janë të natyrës së epsheve, të kojtës, jakona dhe bjenta, por nuk janë të sprova të ashabul ukhdud, të atyre që janë gjujt në zjarm, ose të atyre që i dërguari sa salmi ka thonë sahabeve i janë shky për gjys e kështu me radhë. Nuk po du që përmes saj me tregu se ku për neve që apo na pret, mirë po nuk ka nevojë kanjer që kaq me ndodh për mu dëmtu. Po kanjer ka nevojë një provokim shumë më i vogël, më ia dhon kohën komplet tjetër këtij rizimi, këtij daveti, e që na nuk jemi të interesuar me andru kohën, por jemi të interesuar me ashtu shpejtësinë. Do jemi të shku drejt alhamdulillah, po ka dalë. Jemi të interesuar me ashtu shpejtësinë pak alhamdulillah, po jo me ndru kohën. Jemi të interesuar që të vën me ec, po jo më u zhvendos. Por fitnet nuk dvesin. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse sikur se transmeton Ibn Majah edhe Sheikh Albani rahimullahu thotë hadithi është sahih, nëse këtë hadith u ka thonë sahabeve çka mbetet për neva. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Lam yabqa min ad-dunya illa fitnatun wa bala." Nuk ka më për këtë dunjë tjetër përveç se sprova edhe telashe, bela. Ndërsa eksperti dhe specialisti i fitneve nga ashabët e pejgamberit Hudhaifi radhiyallahu ta'ala anhu transmeton një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili na tregon se deri në cilën shkallë kanë mundësi marr të sprova. Po ka mundësi me qenë aq të pështjellta dhe aq problematike sa që njeriu më inteligjent, më i shkath, më me përvojë, më i urtë mos din ka t'jam sy. Sikur se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Takunu fitna", do të ndodh sprov, ngritet deri në atë shkallë sa që u merr mendjet burrave. Dhe thot pasaj pejgamberi hatta ma takadu tajidu rajulan aqila, sa që ti me vështirësi të madhe do të gjesh njëri të matur. On kaq shumë fitnë ngritet në shkallë, humbin maturinë e njerëzve, humbin ursinë e tyre, humbin orientimin e tyre, edhe pastaj mushën para nu me këtë çorientim çka ka mundësi me ndodh muslimanëve. Për këtë arsye po domthon që na si musliman duhet të jemi të gatshëm që të njohim natyrshmërinë e këtyre fitnave, këtyre sprovave dhe të shikojmë a i ka përvu dikush para nesh dhe si ka t'i kalu. Sare ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë transmetuar këto hadithe vëllaznia, kanë përcjell hadithe të kësaj natyre. Gjithmonë tabend kanë qenë kurështar me i pyet sahabët se çka ju thëke pejgamberi kur thëke për të sprova. Se është një rëndësi. Ju po na thonë se komendohet do të ketë ju kur e ngëshit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ku e çit ke rrugdalin Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Atëherë Hudhaifi radhiyallahu ta'ala anhu sikur se i kishte thënë Ibn Mesudit, kur e kishte pyetur Ibn Mesudin në moment të vdekjes Hudhaifit radhiyallahu ta'ala anhu, Hudhaifi ka qenë ekspert i fitneve. Nga se ka qenë sahabiu i vetëm që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka shpalosur sekretet. E para dhe e dyta i vetmi që ati Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte shpalosur për ndodhi që do të ndodhin. Andaj shpesh ka qenë pikë referuese shumë për ashabëve, madje edhe Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Në mejlis kur është fol për fitnet, kanë hesh të gjithë, edhe nëse kanë qenë nga ashabë më të mëdhenj kur ka fol Hudhaifi radhiyallahu ta'ala anhu. E ky ekspert i fitneve, zakonisht njerëzit insistojnë tek ekspert, tek specialistët. Ekspert më të mëdhenj për fitnë se ky nuk i apo. E Hudhaifi radhiyallahu ta'ala anhu kur është pyet për fitnen dhe për sprovat, ka thonë ajo sprov dhe ajo fitne që e ki të ruajtur fen, nuk të bën dëm. Por fitnë është kur spështillet feja, nuk dhe njëri ka duhet më mësuj që ato është sprova. Kjo është eksperti i fitneve. Këtë rezumen e provave ti, këtë rezumen e përvojave të ti, me këtë diturin që ka pas, radhiyallahu ta'ala anhu, do të thot, e ka të regun këtë fjallë. Madje Ebu Hurajra, ai që ka shoqëruar shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, unë i kom marrë nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam 2 ana të ilmit, 2 ana të ilmit. Për njërin po ju tregoj ditë për ditë, ndërsa për tjetrën nuk kam filluar me tregu, nga se po fillova do të prejet kjo këtu aftë. Nga se ka ditë detalet e të gjithë halifëve që kanë me bëu. Dhe ka ditë për ndodhit, dhe ka ditë për çdo gjunaqar që ka më ardhi, ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky këtij fisi ka më bëu këtë shërt i umeti, ky ka më bëu, i ka ditë detalet aftë. Andaj ka ditë për Haxhaxhin, e ka ditë për Emevit, e ka ditë për Abbasit. Andaj kjo s'ka pas do vimi ditë musliman këtë punë. E nuk i ka tregu detalet e kësaj, por ju ka thonë shpesh herë muslimanëve që të kenë frikë dhe truhen. Dhe me sjelljet e tij na ka treguar se çysh manipulon dhe çysh
bashkëvepron, po domethënë besimtari apo në rast të caktuara. Për këtë arsye këtë kjo qetësi ka vllazni, edhe shumë çka mbetet me thon këtë drejtim, na të kuptohet do të thotë se ata që kanë pas devotshmëri më të madhe se na, edhe ata që kanë pas detyri shumë më të madhe se na, apo ata i janë kushtu kësaj problematike për kushtim të sinqert, për kushtim të madh aftë. Sa që njëri kur të mendon nganjëherë për sprova që kanë ndodhur me sahabeve, çuditesh pse ka ndodhur kjo me syna apo. Por ndoshta Allahu din më së miri, ndoshta është shkaku se Allahu xhallahu ala u ka thënë sprovat e mëdha atyne krahas devotshmërisë së madhe, por të bëjmë mësim për ata që vinë me devotshmëri më të vogël se çka kanë me bën sprova të tjera apo. Mos të ishin sprovat në kohën e sahabeve, çka kishin bënë më syna apo. Ishim hutu komplet. Mirë, po ato na ka mësuar se çfarë do të qëndru, çka më bë e kështu me radh, andaj ti e gjen për shembull në librat e hadithit, sikur se Imam Buhariu rahimahullah e tek Imam Muslimi e tek tjerët veçojnë kapitulat e posaçme, libra të posaçme që i përkushtohen këtyre tematikave. E këtu janë të lloj-llojshme, nganjëherë të gëzimin, nganjëherë të pikëllimit, nganjëherë të fshehta, kanë të dukshme, lloj-lloj janë ato. Prandaj e jona është që ne shikojmë se ku mund të edukohemi. Përvojën e kujt mund ta konsultojmë ne për tu edukuar dhe për tu arsimuar në këtë drejtim. Normalisht ku tjetër përveç se tek libri Allahut azza xal ose tek hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po këto janë gjona. Ndoshta na duhet neve pak më shpejt mi ditë dosane, se ndoshta nuk na pret ajo çka ne nuk e dim çka ka më ardhur. Kështu që kom zgjedh që një pjesë nga Kurani që mendoj dhe kështu të kuptohet nga fjalët e ulemave dhe nga komentet e tyre, se është një kapitull për kapitulleve që ka përmbledh të gjitha përvojat e sprova që ka mundsi njëri të këtë botë, dhe këto sprova nuk i ka udhëheq, po mendoj dalën për tyne, një dietar apo i dishëm apo i devotshëm, por i ka udhëheq një pejgamber i Allahut azza xal me udhëzimet e Allahut xhallahu ala. Kështu që më mirë nuk kemi ku me gjet. As jetën, as përvojën e as njeriu që ka udhëheq apo. Për këtë arsye kam zgjedhur që për këtë punë të konsultohemi me surën Yusuf, të këtij pejgamberi të madh të Allahut azza xal, për të pa madhështinë e kësaj sure. Dhe për çfarë Allahu xhallahu ala i ka thënë ahsanul qasas, tregimi më i mirë. Për të kuptuar se surja Yusuf nuk aludon veç një njeri të moralshëm që ne rështirë në zinë dhe ka hjek dorë për kësaj apo. Po për të kuptuar na se sa na ka vit që sa kohë të konsultohemi në përgjithësi me Kur'anin, me meditimin e tij, me kuptimin e ajeteve të tij, në veçantë me ato që Allahu azza wa xal i ka dhënë rëndësi të posaçme. Andaj veç në qoftë se konsultohemi, dhe veç në qoftë se i referohemi shkaku të zbritjes së kësaj sure, vallahi mjafton për neve me kuptuar se ka qenë temë e qelluar. Mos flas për tjerat apo. Andaj nëse flasim për shkaqet pse kemi zgjidhur këtë sure me fola apo. Dhe pse kemi lidhur me këtë sprova, për personat të bëdojmë i përmend vetëm disa shkaqe, pa hyrë në detajet e surës apo. E para dhe e dyta, nuk do të shkojmë komentim të ajeteve një nga një. Ja, se nuk ka qëllimi jon kjo apo. Por do të shkojmë tematik për tematike, për të kuptuar problem pas problemi, sprovë pas prove, për të përfituar praktikisht si ja ka dalë Yusuf alayhis salam. Nga sa Allahu xhallahu ala në fund të tregimit atje, në fund të tregimit në surën Yusuf, Allahu xhallahu ala e ka inspiruar Yusufin që kur e ka shpreh begatin që Zoti ja ka dhënë, apo ka thonë dhe kështu më begatoi mua Allahu im, duke më mësuar komentimin e ondrave, ta'wil al-ahadith. Disa ulema kanë ta'wil al-ahadith është komentimi i ondrave. Këto ja ka mësuar sa i Allahu azza xal. Por ta'wil al-ahadith nëse e marrim me zbërthy gjuhësisht çka i bën ta'wil, në gjuhën arabe i bën përfundimi i diçkafit. Diçka kur përfundon dikon i thonë ta'wil, ala ilayhi yaqulu, përfundon diçka. Kjo është kuptimi i dhëtë i fjalës ta'wil, përfundim. E hadith në arabisht ka për kuptim disa kuptime. Fjalët, ëndrat, por edhe ngjarjet, ahdath, hadath, e hadith, ahdath janë ngjarje. Andaj Allahu xhallahu ala ja ka mësuar Yusuf të asëm menaxhimin e krizave për çum përfundim çu çdo Zoti xhallahu ala. Me këto është mburaj dhe këtë tregimi ti jep me kuptu, prej kur e kanë gjujt në bunar, derisa është bë udhëhec i madh, e sheh domon një menaxhim të mrekullueshëm të problemeve, të krizave, të shoqëruar me sabër dhe me bindje deri në fund të jetës së tij. Ne kemi nevojë me të vërtetë që me Kur'an të dalim prej telasheve, që me të vërtetë ky Kur'an të mishrohet dhe të jetë prezant me neve në çdo problem.
Jo të jetë prezant me neve në kohë caktuara, në rrethana caktuara, po atëherë kur më shumë të kemi nevojë, Kurani të jetë afër neve. Fjala Allahu xhallahu ala të jetë afër neve. Andaj kanë qenë surja Yusuf ka zbrit në kohën kur, domethënë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në kulmin e problemit apo. Don gjatë tërë sirrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas periudhë më të vështirë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për ashabët e tij, periudhë më e vështirë se periudha mes vitit të pikëllimit, do të thotë kur ka vdek Khadija radhiyallahu anha, edhe kur ka vdek Abu Talibi, deri te koha e Bejatul Aqaba, besatimi i Aqabës i parë. Kjo periudhë ka qenë periudha më e vështirë, më e rëndë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë periudhë ka zbritur surja Yusuf. E para dhe e dyta, në ato vështirësi, në ato telashe, i kanë thonë ashabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë zbrit tregime për pejgamber, për të shkoqitura, për musën pak, pastaj mas një kohë opet diku në sure pak, e vetmja sure në Kur'an që tërësisht është kompletuar tregimi pa shkputje dhe nuk është përsërit më kurrë në Kur'an surja Yusuf. Kjo ka domethënë neve që të ta sqarojmë tek vëni vet. Pse? Mirë po, e ka një domethënie për neve, apo. Merë tregimin e Musaut, i shpërndam në shumë sure. Merë tregimin e Nuhit, i shpërndam në shumë sure. Merë tregimin e Isaut, i shpërndam në shumë sure. Merë tregimin e çdo pejgamberi. Dhe çdo ndodhje që ka ndodhur është e shpërndame. I vetmi Yusufi alayhis salam është që tregimi është përmend veç në vend Kur'an, ndërsa emri është përmend edhe veç në 2 vende në Kur'an dhe ka marrë fund. Dhe ka zbritur në këtë situatë shumë të vështira apo. Andaj transmeton Tabaraniu në librin e tij të hadithit me zinxhir të vërtet të transmetuesve sa ashabët në këtë periudhë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, lutë Allahun azza wa jall të na zbret një tregim që na freskon këtë telashe që jemi. Në përmend tash lutja Allahut azza wa jall telashe, ti asë ondër se ke pas problem që kanë pas ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe të rrethuar rreth atij që i kanë besuar se e ka mirë. Kanë një dorë nga pasuria, nga autoriteti, nga familjet, ala s'po din kur është apo bëhet. Veç i kanë besuar. Ende nuk po vijnë frytet e këtij besimi, por që kënaqësisë në zemër. I kanë besuar sinqerisht pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk po lypen që të zbret Allahu xhalla wa ala sofër, sikurse havarit kanë nga Isa. Jo kështu, nuk po don diçka kështu dukshme. Por po don ti freskon Allahu xhalla wa ala me një tregim të kaluarën që ka ndodhur që të jetë freski për zemrat e tyre. Andaj në këtë rast përgjigje kërkesës së sahabëve dhe lutjes së Allahu xhalla wa ala ka zbritur sura e Yusuf. Andaj nuk gjen më të përshtatshme dhe më të mirë. Andaj sahabët nuk kanë qenë krizë morale, se ka pas fitnë granimit shumë dhe ka zbritur sura e Yusuf me kalluar me po sabër. Po të kuptuti se kjo sure nuk është vetë sinonim i moralit, por ka shumë më shumë për tek kësaj apo. Dhe se Yusufi alayhi salam nuk ka vetë pejgamber i shembullit të moralit, që fatkeqësisht shumica e njerëzve, shumica dërmuese muslimanëve përfundojnë se përfituarin nga Yusufi alayhi salam veç këtë pikë. Këtë tjerët i neglizhojnë. Edhe pse të tjerat janë shumë më rëndësi si këtë pikë që ata përfundojnë për tij. Andaj Allahu xhalla wa ala ka thonë në fillim të kësaj sure, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Në Yusufin e vëllezërit e tij ka argumente për çdo pyetje. Nuk kanë ulemat e tefsirit se ky përfundim i këtij ajeti po don Allahu më na tregu se çdo pyetje që ti e ke jo musliman, çdo problem që e ke, zgjidhin për te e ke në surën Yusuf. Ai që e ka zbrit po të thotë, a nuk është kjo bindje mjaftueshme për ne se duhet të marrë me këtë sure? Padyshim se po. Andaj krahasoj që i cek Allahu, po do më cek edhe disa prej dobive të përgjithshme si prezantim i përgjithshëm i kësaj sure, duke shpalosur kështu edhe shkaqet që na kanë shtyrë me fol për këtë sure. E që në derset e ardhshme ndosh Zoti xhel leura të filloj me shpalosjen dal nga dal apo. Dhe në ndarjen të kësaj sure në dysh, një pjesë përfitojmë nga Jakubi alayhis salam dhe një pjesë përfitojmë nga Yusufi alayhis salam, nga baba dhe nga biri, dyt pejgamberët janë bashkë na japin dersin e kësaj jete, përvojën shumë vjeçare, ku disa dietar thonë do të thotë se përvoja e Jakubit edhe Yusufit në këtë provë është afër 70 deri në 90 vjet apo. Në paranan një përvojë e stërmbushur me sprova, e stërmbushur me hased, e stërmbushur me intriga, e stërmbushur me sprova me turi fare, pa udhëheq rrugdalën prej kësaj kush? Bab edhe bir dyt pejgambert, edhe bijtë e kujna të Ibrahimit alayhis salam, babës së tauhidit apo. Andaj ka dobi të lloj-llojshme të larmishme, saqë as mendja kanë nuk shkon se me të vërtet
këto kanë qenë të fshehura në surën Jusuf. Andaj me të vërtet kam qenë në dilemë mes 2-3 temave se ka më jam syja. Mi po me të vërtet fuqia që të tërheqë kjo sure për dobi që njëri ka gjetë nuk lejon që të kalon dikund njëri pa i shpalos edhe të këtiret për të kuptuar me këto dobi të meditimit dhe të komentimit të ulemave që ja kanë bërë surës Jusuf. E dyta që mund të përfitojmë, e para thash, këtë ato që thash përpara mund të shërben si shembull, mund të shërben si arsye e parë, do të thotë për të na shtyrë dhe për të na motivuar me përfituar nga sura e Jusuf. Mirë, për shkaku i dytë është të kuptojmë lidhshmërinë e ngushtë mes njerëzimit. Dhe se ajo që ka qenë më herët, mua ajo është edhe sot, vetëm e amballazhuar, e lansuar, e servuar në forma të ndryshme, por ajo mbetet ajo. Për ta kuptuar ti se ato që kanë thonë dietarët e hershëm të selefit, ato që kanë thonë sahabët, wallahi është shumë më moderne se shumë gjëra që thuhen sot. E që njerëz fatkeqësisht heqin dorë për asaj, të kompleksuar me kalimin e kohës, të kompleksuar me dallimin mes shejkove, të kompleksuar me dallimin e përparimit dhe zhvillimit, ndërsa na në surën Jusuf e kuptojmë çaj njeri është i çasaj kohe që ka qenë ndoshta me qindra ose mijëra vite para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çaj është në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çaj është edhe sot, çato janë problemet e njëjta, mirë po pastaj të servuara dhe të amballazhuar sikur të thash në mënyra të ndryshme. Tjetër çka përfitojmë nga surja Jusuf është vllaznisë burgu i tij, përvoja e tij në burg dhe kontakti i tij me njerëz, prezantimi i tij i davës dhe i tauhidit, do të thotë si në çfarë mënyre Jusufi alayhi salatu wasallam ka arrit, do që në burg ta shpalos pejgamberllokun e tij, ta shpalos davën e tij, dhe cilat janë bazat e davës që dalin prej surës Jusuf. Nga se me një fjalë dietarët e kanë quajtur surën Jusuf surja e davës, surja e thirrjes në rrugën e Allahu xhallahu ala. Për çfarë arsye? Nga se në këtë surë Allahu xhallahu ala ka bashku mes aspektit praktik të davës me Jusufin alayhis salam edhe të atij teorik, duke përmbyll këtë surë duke thonë kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Në këtë surë ka thënë Allahu xhallahu ala në fund të kësaj sure, pasi përfundon përvoja e Jusufit dhe Jakubit në davë, Allahu thot pejgamberit kul thuaj ti Muhammed hadhihi sabili, që kjo rrugë jam, ad'u ila Allah, unë thras për tek Allahu. Andaj çato që ka thirrë Jusufi, në çato që ka thirrë Jakubi, në çato ka thirrë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të kuptuar bazat e thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Surja Jusuf vllaznin na jap gjithashtu na jap lidhshmërinë e ngushtë shumë të pashkputur mes provës edhe rrugdaljes. Do thotë në surën Jusuf ti kupton se kur është prova të lashëm në kulm, atëherë ajo troket në derën e rrugdaljes. Domosdoshmë, andaj në bunar kur ka qenë i vetmuar duke prir vdekin, çato ja ka zbrit Allahu jetën, kimi i lemruti për këtë që ta kanë bë ba'dahin pas një kohe të caktuar. Çato ja ka zbrit Allahu xhallahu ala. Apo pastaj në kulmin e sprovës të Jakubi alayhis salam kur e ka hub Jusufin alayhis salam. Pastaj edhe birrin e dytë si akuz për hajni. Pastaj gjithashtu të tretin, i se nuk ka pranuar më kthy te baba derisa të vendoset për birrin tjetër apo. Ky është kulm. Që aty Allahu xhallahu ala ka inspiruar Jakubin se së shpejti do t'i kthehet Jusufi alayhis salam. Gjithashtu do të thotë kur e kanë futur në burg, do të vazhdimisht surja Jusuf gjithmonë tregon se sa ngushtë është e lidhur kulmi i sprovës, kulmi i telazhit, kulmi i problemit me fillimin e rrugdaljes apo. Do të thotë sikur se Allahu xhallahu ala këtë na ka shpalosur në argument e tij kosmologjike, sikur që e dini, apo nuk fillon agimi pa e arrit errësira kulmin e saj. Andaj e arrin kulmin e saj errësira, pas këtij kulmi të errësimit fillon shpresa e agimit apo. Edhe praktikisht ti mëson në surën Jusuf këtë se si ka ndodhur zhvillu kjo me të gjitha ndodhit që kanë ndodhur në kohën e Jusufit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu prej asaj që ka mësojmë për kësaj sure vëllezër të nderuar është mësojmë sjelljen edhe edukatën që neve shumë na duhet, duke kuptuar se boshti i kësaj edukate është ruajtja e gjuhës. Jusufi alayhis salam në asnjë mënyrë nuk ka nxituar, nuk ka ngutur, nuk ka shpalosur gjuhën e tij për të prishur punët e të ardhmes së tij. Madje as për ta ofenduar askën nga ata që keq i kanë bëu. Në sa është kjo do bëshëm për neve sot.
për të kuptuar se si është sill ky pejgamber me gjithë ato këqija që kanë bërë. Si për shembull, kur kanë ardhur prindët e tij me vëllazit e tij, dhe i kanë rënë sejdë, apo ja Jusufi asum çka ka thonë. Allahu xhallahu më begatoi mua kur më nxorri nga burgu, se ka përmend as pak bunarin që mos prekën vllaznia e tij apo. Edhe pse dala pe bunari ka qenë më madh shtori se dala pe burgut. Se në burg ka qenë i pjekur, ka qenë i madh, s'ka pas rrezik për jetë. Nëse në bunar kur e ka humbur vllaznia e tij, ka qenë rrezik për jetë. Don si begati më e madhe është dalja nga bunari, se dalja nga burgu. Megjithëse e ka ruajtur gjuhën që mos prekën vllaznia e tij apo. A nuk është kjo edukat? I ka ruajt. Pastaj si mos i edukuar ashtu kur kështu e ka mësuar baba i tij në Vëzhli, kur e ka pa ëndrrën, i ka thonë baba i tij, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Këtë mirë që ka pa Allah mos i kallzo vllazëve tua apo. Se këtu do të mësojmë tek aspekti edukativ i Jakubit për djalin e tij, se çka ka pas përshtim kur ka mos e kallzo ëndrrën vllazëve tua apo. A për shkak se ata e kanë komentuar, ka ditë me komentu, apo për shkaqe të tjera apo. Për të kuptuar se si në Vëzhli e ka mësuar që ruaje gjuhën, nga se gjuha është shkatruesi kryesor i begative apo. Dhe gjuha është ajo që më shumë të thret hasedxhia apo. Sa njëri është rahat, po duke u lavdu çka ka, duke tregu çka ka, provokon hasedin e tjerëve dhe pastaj e hub. Edhe tjerë të stin gjuna, duke pa zërin ndaj tij, por dhe begatia e tij e hub ndriçimin dhe shkëlqimin e saj. Përmes së gjuhës. Edhe aspekte të tjera shumë edukative, të moralit, të sjelljes e kështu me radhë që Jusufi alayhi salatu me vërtet prej vëzhlisë së tij, prej kur e ka pa ëndrrën, deri në fund të tregimit vazhdimisht përcjellet i njëjti standard i komunikimit me njerëz, i pandryshueshëm. Pavarësisht kush çka i ka bë, pavarësisht çfarë rrethana u kon i dopt, u kon i fort, u kon i pas, u kon i varfër, e vren çat moral tek Jusufi alayhi salam. Ato që kemi thonë vazhdimisht, se besimtarët e kanë një standard të caktuar të moralit të tyre, i cili nuk formohet nga rrethanat e jashtme, por është i ngulitur dhe i diktuar nga imani që kanë brenda zemrës të tyre. Dhe këtë mësojmë nga Jusufi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu ato që i ka dhënë të vllazni. Në këtë tregim mësojmë metodën e menaxhimit me krizat. Sot çfarë trajnime bën, se kur janë këtë lashe, kur janë kështu, çish menaxhon me krizat me kështu me radhë. Jusufi alayhi salatu wassalam ka arrit, do të thotë që të menaxhon me një krizë ndërkombëtare, nga sa e kriza e uris, kriza e thatësisë, s'ka qenë vetëm për Egjiptin. Nga se vllazniet i ka qenë Palestinë, kanë ardhur ata, nga gjitha anë kanë ardhur me marr, çysh ka menaxhuar me depot, çysh ka menaxhuar me ato, gjitha këto kemi nevojë gjithë për të punë. Përzierja e tij, integrimi i tij, zhvillimi këtë që ka bë. E kemi në këtë sure, të thënë Allahu xhallahu ala ja ka zbrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë. Gjithashtu kjo sure vendos edhe bazat e rëndësishme të komentimit të ëndrave, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të shtohen në fund të kësaj bote, fi akhir zaman. Do të shtohen ëndra shumë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sheh besimtar një ëndër dhe i del në mëngjes sikur sa agimi i qartë. Qysh e ka pa? Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asdaquhum ru'ya, asdaquhum qila. Ai që flet më drejt, i sheh më drejt ëndrat. Ai që sheh më shtrenjt, i sheh më shtrenjt ëndrat apo. Në lidhshmëri mes aktualitetit dhe realitetit me ato që ka besimtar kanë pa në ëndrat e tyre apo. Nga se kjo do të jetë pjesë e pejgamberllokut, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky është mësuesi i komentimit të ëndrave, çuçi ka lidh, çuçi ka komentuar, çuçi ka shfryzuar këtë për dave kështu me radh, gjitha këto janë në surën Yusuf. Do thotë ende me gjithë këto sebeve vallë që po i përmendëm, hala serrëm tek ajo që dihet për surën Yusuf, tek puna e moralit, çysh ka shpëtuar, çysh ka bërë sabër në atë thirrje që dietarët kanë përmend kur kanë komentuar këtë thirrje që është bë Jusufit alayhi salatu wassalam, se me të vërtetë ka dallu Jusufi asëm nga të gjithë njerëzit në llojin, në rrethanat, në kohën, në gjendjen kur i ka ardhur kjo sprovë. Do thotë krejt çka ka mundësi të shërben si arsye për të radhë dikush në këtë zina, të gjitha bashkarisht janë bashkuar te Jusufi alayhis salam. Për të regu pastaj na dhe për dëshmuar vetës tonë, apo për dëshmu pa arsyetimin e ramesh në këto gjëra, pa arsyetimin e të mveshët fatkeqësisht të imanit tonë, të veprave tona me këto punë të dyta. Sahi ajo, nuk qet pe imanit e kështu me radhë, po do të thonë që galën dëgjojmë nga vëllezërit se sprove madhe, terashe madhe, fitnë madhe kështu me radhë, andaj Jusufi tregon alayhi salatu wasallam me shembullin praktik se rrethana që rgjind ai as kush nuk rgjind.
Ki mundësi ti mja përngjon me një aspekt, por në 9 tjerë dallosh prej tij. Ka mundësi dikush mja përngjon në 2 aspekte, por në 8 tjera dallohet prej tij. Ka mundësi dikush mja përngjon në 3, në 7 tjerë. Nuk ka njeri në fytyrën e tokës që janë përmbledh tek ai të gjitha rrethanat që thrasin zinasit e Jusufi alayhis salam. S'ka. Gjithmonë merr çdo rast që ti e din, ose që ti ke provu, ose që e njeh për dikën, ose që ke lexuar për dikën, kënd dush merr. Do të bindesh se mungojnë disa pjesë të këtij mozaiku që kanë qenë të bashkuara, te Jusufi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është padyshim një shkollë shumë e madhe për ne. Në këtë sure na mësojmë se kurthat dhe intrigat i kanë kohë të shkurtë. Ata që mendojnë se kanë mundësi me u ngrit duke nënçmuar besimtarët, duke përbuzur ata, duke gënjur për ta, duke shpifur për ta, surja Jusuf është argumenti kryesor për dështimin e planeve të tyre. Edhe pse pas një kohë sprish punë. Andaj, a nuk është dalë në shesh kurtha e gruas së ministrit apo për kurthën që dashmi apo Jusufit? Sahi, është sprovu Jusufi alayhis salam me këtë çështje. Po në fund a ka dalë në shesh drejtësia e tij? Po. Mas shumë vite, ndoshta me dekada ka zgjat, e fshehur intriga e vëllezërve të tij, por a ka dalë në shesh? Ka dalë në shesh apo? Edhe kjo është e provuar edhe mas Jusufit alayhis salam me pejgambert, madje edhe me ulemat. Por sa ulema është folë, është tonë kështu më radh, pastaj kanë heshtur zërat e tyre, dorsa ka mbetur emri i tij i ngritur. Edhe kjo është provë që na duhet marrim psim për kësaj. Është provë, njerëz provohen me dikën. Nga se akuzat, gënjeshtrat, shpifjet, intrigat, kursat rreth i shtohen, saqë më vërtet bëhet e pamundshme për një besimtar me qëndru përballë ose me qëndru në saf me këtë njeri. Mirë, po kjo sure jep me kuptues se duhet sabër, për ndyshe njëri largohet nga udhëtimin e këtë rrugë. Për këtë arsye vëllezër, edhe në fund të kësaj sure, pas tërë këtij udhëtimi të Jusufit me këto ndodhi të shumta, të ndryshme, të ndryshme. Çka i ka thonë Jusufi asaj vëllaznive të tij? Çka i ka thonë? Sekreti ke i kësaj. Po thuaj se vëllaznia e tij po do të më thonë, "Çysh ti mujte tën këto kështu më bë?" Të kena gjujt në bunare, s'pëna për mene, ke po, në ke dhone, ke bo sabare, gjitha këto sprova. Rezumeja e jetës dhe përvojës e Jusufit a.s. A dinin cëllën ajet është? Në fund të tregimit, në fund. Thot Jusufit a.s. Me të vërtet, fa innu men jasbir, aj që bën sabër, o jetë tëkhi, edhe i ka frikë Allah në gjellë wa ala, nuk ka që di për te me te kalu, pas taj ingadhnyer në këto, vazhdimisht në këto sprova. Në mëson Jusufit a.s. sabrin, edhe këtë sabër të lojlojshëm, është provuar me sabrin e kaderit, duke hudhë vllaznia se s'ka zgjidhje. Është provuar me sabrin e ndalesës, e epshit. A është provuar me këtë? Është provuar me sabrin e të kryes së urdhnave. Ka pas pushtet, ka mujt me bëj gjithçka. Sabri është ai që e ka ruajtur Jusufin asaj që gjithmonë të jetë i matër dhe i kujdesur. Andaj këtë mësojmë nga surja Jusuf. Gjithashtu kjo sure na jep edhe shpresë për treguar se njeriu sado që ka bëu keq, sado që ka qenë ndoshta i padrejt ndaj dokujt, sado që ka qenë i padrejt ndaj vetes së tij, dera e tëubës tek Allahu xhallahu ala vazhdimisht është e hapur. Nëse Allahu xhallahu ka fal vllaznive të Jusufit që pejgamberin e kanë gjujt në bunar, e tjetrin të shtëpia e kanë rrajt. Dy pejgamberë zullumi u kanë bëu këta vllaznia tyne. Një e kanë gjujt në bunar, atë më jetë me myt, tjetrin e kanë rrajt me vite në shtëpi. Me vite kanë rrajt në shtëpi. Dy pejgamberë i kanë bëu krim. Megjithatë, në fund kur janë pendu, ka pranuar Allahu tëubën e tyre. Besoj që krimi i dikujt për neve nuk ka të kalu këtë krim apo. Për të kuptuar derën e tëubës dhe pendimin e madh që Allahu xhallahu ala i ofron çdo kujt për robën e tij nëse pendon sikurse duhet apo. Këtë mësim e keni në surën Jusuf. Praktikisht këtë hiç pa shembuj, pa jetë, pa teori. Praktikisht është se çka kanë bë dhe çu ju ka fal Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu në këtë sure vrem dhe bindemi për fuqinë e bamirësisë ndaj tjerëve. Dhe qysh bamirësia është çelës për të hap rrugë, është çelës për ta shndruar armikun në mik, është çelës për të kaluar të gjitha sfidat dhe sprovat që ne ballafaqojmë me tonë jetën e kësaj bote. Madje bamirësia jote shpesh herë të bën ty që të jesh referencë, të jesh
qetësim, ti je burim i rahatis edhe për ata që të urrejnë apo. A kanë urrejt pejgamberin në Mekë? Po. Mirë, po a kanë shku natën me ndëgju ka lexon Kur'an atje? Po. Ka se mirësia ti e ka bukur. Ata dy që kanë në burg me Jusufin alayhi salatu wasalam, kanë qenë kriminal, për krim kanë hi. Kanë pa ondra, me çka e kanë besu? Me çka e kanë besu? Ka thonë inna naraka min al-muhsinin. Po të shumë që je burri mirë, nuk e ke çpërdor këtë ders që na e kemi aftën. E pse kanë ditë që ky ka ardhur Jusufi alayhis salam ka në burg para mëna. Për shembull, një njeri ka qenë në pushtet. Dhe përdesë ka qenë në atë pushtet i ka rras burgjet me njerëz. Apo dhe pastaj është sill rrota e historisë, edhe ka ardhur në pushtet ose i njëjti pushtet ka ikë dur për ti dhe ka shtin çat burg që ai ka mush burgun me njerëz. Çuçi e pres ata njerëz mbrana aftën. Pa dyshim me don Jusuf el-Sam s'ka faj për ato që ka qenë në burg. Apo mirë, po Jusuf el-Sam ka qenë në pozitat, nuk ka qenë në pallatet betnore. Kur piqat i mbret, çasoj mbretnie, nga çdo pallate kanë dal urna për burgosët e qytetit. Dhe njerëz nuk di me dallu. Ke qenë me ta, ke pas ti drejt për detas, ke pas drejt për det, ata të përshin të gjithë në çato. Megjithatë, edhe pse ata e kanë konstruar dëmin i shkallë, shkaktar për mbushjen e burgjeve për shtë më radh, bamirësia e tij dhe sjellja e tij i ka thënë këto paragjykime. E ka shndruar Jusufin në referencë që ata edhe ëndrat ja kanë besuar atij, mos flasin problemet e tyre të përditshme. Bamirësia bën ja mirë, me gjitha aspektet që ki mundësi me i bë mirë dikujt apo. Dhe dëshmia më e mirë se kjo është çelës për zemrat e njerëzve thash, është rasti i Jusufit alayhi salatu wasalam, që Zoti xhallahu e ka përmend në këtë sura. Gjithashtu në këtë sura Allahu xhallahu përmend elementet e ngavnimit të fitores, dhe cila është fitoria, dhe cila është rruga deri te fitoria, dhe me çka na e matëm se apo fitojmë apo nuk po fitojmë. A duhet matur na suksesin, ngavnimin, fitoren tonë me kriteret e tjerëve, apo i kemi në kriteret tona të kësaj fitore në librin e Allahut azza wa jall. Sura Jusuf na mëson këto. Sura Jusuf mëson Allah do të mësosh gjitha këto detajisht me shembujt e surës Jusuf. Me lejen e Allahut azza wa jall, çysh ki mundsi me mat sa ai të shku për para, ai të shku mbrapa, pa ai të fituaj, ai të humbë çka ai të bëj. Sura Jusuf. Nga se në këtë sure Allahu xhallahu ala në momentin kur e ka shit Jusufin i ka thonë ke fitu. Çysh i vjen kjo punë? Është e treguar në surën Jusuf. Po shitet si rob, mos i kanë gjujt vllaznia bunore. Si rob po e shesin, po e marrin shërptor në pallatin bën shërptor, rob. Dhe në këtë fazë kur ai po shitet, kur ai po blehet nga pallati mbretnor, në çit rast, në çit moment Allahu po thot: "Wa kadhalika makkanna li Yusuf." Ne kështu bënëm që Jusufi të fiton. Ku është fitoria këtu? E kuptojmë në surën Jusuf. Që të kuptosh se si nganjëra edhe kur je veç vet, edhe kur jo s'kin dorë ti të fituar pse ti të humb, edhe pse në aspekt në jashtëm, duket se ata po fitojnë, ata po ngriten, ata po ngavnin. Wallahi fitoria është në dorën tënde, po ditë ti më shëzo këtë çështje. Andaj çish ka unë lemat përpara, antel jamaa, ti fituesi, ti grupi, ti shumica, edhe nëse je vet. Me çka je bëj kështu ti apo? Ti në shoqërimin e shkafit. Këto parime ti jap sura Jusuf, për t'i kallzuar sahabëve që kanë qenë aty, edhe pse i keni mbi kokë mushikt, edhe pse jeni tash duke humbur në aspektin e jashtëm, ju jeni fitimtarët. Andaj të njëjtën metodë e bën te i dërguari sallallahu alajhi wasallam në kulmin e të lasheve. Khababi kur ka shkuar në tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e shpina e tij ka qenë e djegur, apo nga tortura dhe nga dhuna që është ushtruar mbi të. Ka qenë e djegur, nga se e kanë shtrën mbi gaca të ndezura, Khababin me shpinë. Ka shku ka një Rasulullah, shiko që kam ka bo. Ela të stën sirulena. Dhe mas kësaj, mas shtirjes në gaci ka thonë, a nuk po lip ndim të Allahu për neve? Kul mi karë mo? Këtu i dërguar e i sasëm i ka të regu se, ju i një fitimtarët, mos e këshur lkurën, mos e këshur pushtetin, mos e këshur autoritetin, mos e këshur parën, por këshur i parimet dhe vlerat, nga se që kjo është fitore reale, ku shqitoj ka qaj fitimtar, edhe pse duhet të realizohet ligji Allahu xhallahu në këtë tokë për të fërkuar dhe për të sprovuar, për dalë në shesh sinqeriteti, vërtetësia, stabiliteti, përqendrimi dhe përkushtimin ndaj Allahut azza wa jalla. Këtë ders të këtij ligji e mësojmë praktikisht tash në surën Jusuf. Gjithashtu tash ka, do të thotë, dobi të shumta edhe të ndryshme që dietarët i kanë përmend, do të thotë, në këtë sure, edhe e fundi që duhet me ecek për sonte është se ajo që është e rëndësishme vëllazëni në surën Jusuf, që kjo sure dallon nga të gjitha tregimet tjera kuranore. Në këtë aspekt.
Çdo segment i tregimit në surën Yusuf përfundon me hajër. Çdo segment. E pësër i stërmbushën me telashe, me sprova, me ndarje, me vujtje, me piklime, në fund, kur këtë tregimi, kur kush keq nuk jetë, apëtën. Kur kush keq nuk jetë. Sa që disa detaj kër e kanë thonë, këtë kanë thonë, jo me të njoni keq. Njoni jo me të keq. Kush e me të keq? Ka me të keq a i më burg që e kanë mytë. Që e kanë mytë ata, apëtën. Në qëte kanë qitë djetarë që kjo me të keq për këtë regimi. Nga se Jakubit i është djali, Jusufit Alisami është familja, apo aje gruja që ka shti për zna është pendu, është menagju drejt me pasurin e poplit, do në fukarave ju ka shku taman dorë aje që meriton. Gjdo kush është përfundu me drejt, dhe në qatë ko, pas sepse ka vazhdu ndryshe, me që po thëmë tregimi si tregim, për mbyll gjdo fazë të ti me hajrë. Asë një fazë e tregimit të Jusufit nuk përfundon me sherr, me keqardhë, me piklim, të gjitha përfundon me gëzim. Por që dietarët kanë thonë, ka përfundu veç kapitulli ati me të keq, që kanë vra, në burg, që i ka thonë Jusuf, e zonë ty kanë me dra, Bëteni ato që i ka komentuar, Disa ulema ka thonë, jo që ky ka përfundu mirë, po përfundimi ti ka qenë më i mirë, nga se i ka parapri tregimit të ti se ki mu varë thirrjen e tauhid, andaj ka shku shahid, nga se i është përgjigj thirrjes së Jusufit alayhissalam, pastaj është varë. Edhe kjo që u dek, edhe kjo ka pas hajra. Andaj merre çdo përfundim në surën Jusuf, që fillon tregimi i tij dhe përfundon brenda surës, do të vresh përfundim të hajrit apo. Për gëzim, prandaj ka pru Allahu xhallahu këtë surën në kulmin e sprovave. Jo ka pru Allahu xhallahu sa më tregu se kjo është fazë e këtij udhimi, që përfundimi i tij është hajr. Ja on tabitu një tregim që është i stërmbushur me ndodhi, me faza të ndryshme dhe të gjitha unë i përmbyllim me hajr, nga se në dorën e Allahu xhallahu ala të gjitha çështjet apo. S'ka segment merre surën Jusuf që ka filluar më u fol për të surën Jusuf, ose ka pas shumë sa në atë kohë, por ato që i ka zgjedh Allahu me fol për to, të gjitha kanë përfunduar me hajr apo. Edhe konflikti me vllazëve të Jusufit me Jusufin ka përfunduar me hajr, me falje, edhe kthimi te Jakubit, gjithsesi ka përfunduar me hajr ka sura. Madje thash, shikoni këtë element të holl që ulemat e kanë tjerë me kështu, ja, ky ka përfunduar keq, e kanë sjellë rrugë dalën për të thonë, jo, ky ka përfunduar ndoshta më së miri. Nga se ky ka qenë i gjykuar me vdekje si me vdek. Por me vdek ka pasur me vdek. Mir pa Allahu xhallahu ka thënë pejgamberin në burg me apo musliman apo. Shikoni subhanallahu, edhe pe kësaj do të vjen koha, çka do të mësojmë apo? Se kur Allahu xhallahu ala, sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, dhe Ibn Jauzi rahimullah kanë thënë, Ibn Jauzi këtë ka më të teksuar. Thot Ibn Jauzi rahimullah, Iblisi duke rënë në sejdë Allahut ka qenë i urrëtur te ai. Hala pa urdhëri, në adhurimet atje tu i bë, ka qenë i urrëtur për shkak të pislloku që ka pas Zoti që komran apo. Dhe ja ka shfaqur në kohën e duhur. Dhe sa Omeri thot Ibn Jauzi, edhe në kohën kur i ka dha idhujve ka qenë i dashur tek Allahu azza xal, për shkak të pastërtisë që ka pas mbrana apo. Andaj këtij të parit i është dashur një puhiz që të largon pluhurin e mirësisë për të shfaq bërllogu i mbrëmshëm që ka, e këtij dytit i është dashur një puhiz për të larguar bërllogu i keq që është dashur dhe për dal jashtë imazhi i bukur që e ka mbrana apo. Shikoni këta, në surën Jusuf, pejgamberin e Allahu xhallahu ala, që Jakubi dua ka për të, në vend se Allahu më e kthy te Jusufi, te Jakubi, më e shpejtu kthimin e tij, i zgjat largimin me Jakubin për të ndodhur urësitje të shumta, për të kuptuar ti madhështinë e Allahu xhallahu ala dhe urësinë e tij. Do thotë se ka shkojnë ndodhit, lumenjt e urësisë së Allahu xhallahu ala ka ecën, që na shpesh se kuptojmë se çka u jitin këto. Po në fund ti e kupton se subhanallahu el-kerim, sa është i dashur tek Allahu xhallahu ala udhëzimi i një njeri. Sa don Allahu xhallahu ala kthimin e njëri tek ai, sa që edhe këso sprovash bën që pejgamberi të futet në burg, që ai që është gjykuar me vdekje mos shkon mushrik tek Allahu xhallahu ala. A nuk është këmësim i madh? Që kanë ne të kuptojmë se me një sprovë të jashtme që na ndodh, apo dhe kjo sprovë na ngrit në përkushtim tek Allahu xhallahu ala, apo ta kuptosh ti këtë sprovë nimet pe Allahu xhallahu ala, se mos ishte ardha ja, nuk ishte ngrit në këtë drejtë. Këto mësime praktikisht në i ka dhënë Jusufi alayhis salam, i ka provuar në lkurën e vet, i ka provuar në familjen e vet, i ka provuar në jetën e vet, dhe pastaj kush është transmetuesi i kësaj sure? Kush është ai që ka përcjell këtë ngjarje? Kush? Allahu xhalla xhelaluhu. Ti sot kur ti kshish transmetuesi Buhariut, veç ata ulemat e hadithit kur e shohin, ky Sufjan, Hamad, Muhammad, Ukrimo. Andaj ka ulemat, senedi më i artë është Ibn Umar, do Malik an-Nafi an Ibn Umar. Do Maliku bin Nafiut,
Shëptohet Ibn Omerit, Nafiu nga Ibn Omeri, ky nga pejgamberi son. Që ky senet ku gjinit është i art. Do ulemat e kanë drejtuar më mirë se me gjithë ari, ju ka dukur kanë gjithë senet. Hadith me këtë senet apo. Sa janë gëzuar. Por në kur s'ka shkputje hiç, as Malik, as Nafi, as Ibn Omer, Allahu xhalla wala Rabbul Alamin Kur'an ty drejt për det apo. Pa transmetues. A nuk është kjo ndjenjë e posaçme që këto përvoja madhësore për jetën tonë të bartën me një përcjellje hyjnore të kujdesshme për kan? Për ty e për mua. Për ty, ky Kur'an si ka shkuar dikujt tjetër e na ai të qyrëm çka i pas ka dhënë Zoti. Ja, thon. Ty ta ka dhënë Allahu xhalla wala. Të ka ndërua Allahu azza xhall me këtë tregim, duke e përcjellur thash në mënyrën më të mirë të mundshme, nga se Allahu xhalla xhelaluhu kur ka zbritur surën Yusuf, para se me zbritur surën Yusuf dhe zërabë. Njëri nga mushrikët e Mekës ka shku tek persianët e tek romakt, duke mbledh prallat e tyre, tregimet e të mëdhëve tyre dhe për të ardhur në Mekë për t'i treguar kurrejve të Mekës, duke i thënë se tregime që ju flet për to Muhamedi, unë i kam më të mira, mbledh me ka unë ju kallzoni çka ka ndodhur afën. Ande Allahu xhalla wala, sa ai ka tregu tregimet të përmbledhura. Jo të ndara sikur se ka qenë traditë e Kur'anit deri në atë kohë. Kur e ka zbritur Allahu xhalla wala surën Yusuf, çka i ka më të mushrikëve me numos. Shikoj çfarë përzgjedhje pe tregimeve afën. Një jetë çashë gjatë me ndërti të ndryshme, përzgjedhje tamam çka i duhet njerëzimit. Kush e ka bërë këtë përzgjedhje? Allahu xhalla wala. Ai që na njeh neve më së miri, ai që e din se si do të zhvillohet koha më së miri në të ardhmen, ai ka bërë këtë përzgjedhje. Andaj çka na mbet tjetër pas se me të vërtet ti hym kësaj sure, por thash jo komentim të renditur në të kuptimin, thot Allah në këtë ajet, ky kuptimi jo kështu ta kupton, qase për këtë nuk e kemi edhe mundsinë edhe kohën, por duke përzgjedhur tituj të përgjithshëm, përvoja të përgjithshme, sprova, fitne, dhe si ka të kalu këto pasaj Jusuf e për të përmbledhur në fund menhexhi, metoda e drejtë që duhet ta ndjek çdo besimtar në çdo kohë dhe në çdo vend. Pa dallim, nga se thash Allahu xhalla ora këtë sure ka përmbyll duke e rënë dilemën e kjo kohë të Jusufit të kon, e kjo kohë të Jakubit të kon. E ka përmbyll duke thonë kul hadhihi sabili. Thuaj që kjo rruga jam. Jusufit, Jakubit ka thonë për mëson kjo rruga jam. Ed'u ila Allah, thras për tek Allahu ala basira. Me suqelsi, me dituri, me maturi, me ursi. Une, wa man ittaba'ani, dhe ta që më ndjekin mua realisht ato. Cila është me të vërtet metoda e drejtë e ndjekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto mësime vllazni, edhe shumë të tjera, të gjitha këto i përmban sureja Yusuf. Dhe këtë ato çka themi ne, çka do të themi, në të ardhmen me lejen e Allahu xhalla ora, duke u konsultuar me përvojat e ulemave, me diturinë e tyre, me komentet e tyre. Këto duke u bë këtë, çka mund të themi për surën Yusuf që Zoti xhalla ora ka thonë, nëse të gjithë detrat shndrohen në ngjyrë, apo dhe të gjithë drejt shndrohen në lapsa, ma nafidat kalimatullah. Nuk marrin fund fjalët e Allahu xhalla wala. Para mendo yomul qiyama afton kur zbulohen shumë gjëra, sa do të kuptojmë na që ka qenë surën Yusuf, në surën Bekara, në Ali Imran, për këtë Kur'ani që na musliman me të vërtet nuk kemi shpëtim tjetër, nuk kemi burim tjetër, po se ti kthehemi dhe të kënaqemi, nuk kemi mundësi më u kënaq me asnjë begati, me asnjë adhurim që adhuron Allahun xhalla wala, nëse nuk e furnizon kët adhurim kënaqësia jote me Kur'an apo. Kënaqësia me Kur'an pastaj furnizon edhe adhurimet e tjera që ato të marrin formën e kënaqësisë, të marrin formën e përjetimit të këndshëm. Nëse nuk është kënaqësia me Kur'an, e kënaqësia me Kur'an nuk arrihet me lexim të jashtëm, por me meditim, me studim, me kuptim të ajeteve të tij, të mësimeve të tij, atëherë me lejen e Allahu xhalla wala, kënaqësia që ne e përjetojmë duke mësuar këto pika dhe duke shpalos këto sekrete nga surja Yusuf, me lejen e Allahu xhalla wala do të derdhet në për të gjitha adhurimet tona që kemi, në për të gjithë zemrën tonë, duke përjetuar pastaj kënaqësinë që ndoshta deri më tani nuk kena pasur rastin ta ndijmë. Andaj me kaq i japim fond personat duke lutur Allahun xhalla wala që të bëj sikur se ka lutur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të bëj Kur'anin pranverë të zemrave tona. Dhe të bëj Allahu xhalla wala Kur'anin ndriçues të rrugës tonë, mësues për rrugdaljet që neve na duhen në kësaj bote. Atë që ndikon në largimin e smundjeve tona, shpirtërore dhe fizike, dhe atë që ndikon në largimin e mërzive tona, pikëllimeve tona, dëshpërimeve tona, që Kur'ani të bëhet burim i lumturisë, i qetësisë, i rahatisë, i sigurisë edhe i stabilitetit tonë. Me kaq që japim fund,
Në takimin e ardhshëm do të vazhdojmë inshallah me këtë që filluam sonte. Zoti i madh është shpëlbeft, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.